thoshin se ajo tokë nuk vlente asgjë, njësoj siç thoshin edhe për të, pa shtëpi, pa para dhe pa askën. Tereza mbeti vetëm me një copë dhe u të thatë në fund të rrugës. Një trashëgimi që dukej si ndëshkim, por disa toka nuk kanë vdekur, ato thjesht presin dikë që refuzon të dorëzohet. Lajmi erdhi një të enjte me diell, kur toka çahej nga vapa. Unë isha në kuzhinën e shtëpisë së Vjerës kur u shfaq avokati. Burri i dobët, kostum i errët pavarësisht vapës, me një çantë lëkure nën krah. Kishte atë mënyrën e të ecurit të atyre që mbajnë letra të rëndësishme dhe shohin njerëz të thjeshtë sikur janë të padukshëm. Zonjë Tereza, zotëria la testamentin. Burri im kishte vdekur 3 javë më parë. Ende e ndjeja erën e tij në rrobat që i laja duke qarë. Ende zgjohesha natën duke menduar se ishte shtrirë pranë meje. Trupi i tij pushonte në varrezat e fshatit, por mungesa jetonte me mua, e rëndë sigur në kraharor. Salla e Vjerës u mbush shpejt, kunetër, nipër, njerëz që mezi i njija, të gjithë me sytë të ato letra. Askush nuk më shikonte mua. Unë, ulur në cep, duart e ndërthurura në preher, me fustanin e zi që ishte i varrimit dhe vazhdonte të ishte uniforma ime e vejushës. Avokati filloi të lexonte. Shtëpia e madhe i mbeti vëllait më të madh. Tokat e mira, me bagëti dhe kullota të gjelbra, vëllait tjetër. Parat në bank u ndan mes nipërve. Kamionçina, mobiljet, madje edhe veglat. Gjithçka kishte emër e mbiemër, përveç timit. Unë dëgjoja në heshtje, ndjeja shikimet anash, atë kënaqësinë e fshehtë të atyre që gjithmonë më kishin parë si pak gjë dhe tani e kishin konfirmimin në letër. Vjehra as nuk e fshite, buzët e shtrënguara, e kënaqur. Kur avokati mbaroi së ndarë gjithçka që kishte vlerë, bëri një pauzë, ktheu një faqe tjetër dhe lexoi, për bashkëshorten, Tereza Alves de Souza, mbetet prona në rincën i gjembit. Heshtje. Pastaj një e qeshur e mbytur. Ishte nga kunati më i vogël, ai që gjithmonë më kishte trajtuar sikur të isha shërbyese në shtëpinë e tij. Rincën i gjembit përsëriti si të ishte shaka. Ajo s'është tokë, është zallë e ferë të thatë. Vjera kryqëzoi krahët. Të paktën tani ke ku të biesh e të vdesësh, Tereza. Askush nuk qeshi me zë, por të qeshurën e ndjeva brenda secilit prej tyre. Përbuzja s'ka nevojë për tingull. Ajo rritë mënyra si të shohin, ose si nuk të shohin fare. Firmosa letrën që avokati ma zgjati me dorë të fortë, sepse krenaria ishte e vetmja gjë që më kishte mbetur. Unë ngrita, mora çantën time prej pëlhure dhe dola nga ajo shtëpi pa thënë asnjë fjalë. Në rrugën me pluhurin e kuq që ngrihej në çdo hap, u betova me zë të ulët, vetëm për vete dhe për Zotin, kur më s'do të kem nevojë për askën. Udhëtimi deri te rincën i gjembit zgjati pothuaj gjithë ditën. Mora një udhë me Zotin Manuel, një shofer kamioni që do të linte ngarkesë afër kufirit. Ai u përpoq të fliste, por unë vetëm shikoja nga dritarja, të shija botën që ikte, të lija pas atë poshtërim. Sa më shumë përparonim, aq më e tha të bëhej gjithçka. E gjelbra u zhduk. U shfaq gri, kafe, e verdha e djegur e barit të vdekur. Gardhe të rëzuara. Shtëpi të braktisura. Pemë të shtrembëruara. Tokë që dukej sikur kishte hequr dorë. Ja ku është, tregoi Zoti Manuel. Zbrita nga kabina me trastën time të rrobave dhe shikova. Prona ishte e vogël, pak hektar, më së shumti. Shtëpia ishte prej balte e druri, çatia e rrëzuar nga një anë, dritare pa xham, derë e shtrembër e varur në një mentesh të ndryshkur. Obori përpara ishte vetëm dhe i rrahur e gur, pa pemë, pa hije. Mbrapa, aty ku duhej të ishte kishte ferë, thatësi, armiqësi. Gardhi ishte përdhe. Kodra e vjetër e stallës bosh dukej si skelet kafshë. Nuk kishte asnjë tingull, as erë, as zog, as gjinkall, vetëm heshtje. Ajo heshtje që dhem. Zoti Manuel më shikoi pa ditur ç'të thoshte. Do rish vërtet? Do ri. Ai kruajti mjekrën, ka puls. I tregova një grop të mbuluar me dërasa të kalbura në cep të oborit. Se di a ka ujë. Ai pshertiu, hoqi kapelen e pastaj e vuri prapë. Nëse të duhet diçka, dërgoj fjalë me këtë kaloj. Faleminderit, Zoti Manuel. E pash makinën të zhdukej në kthes. Pluhuri që la pas qëndroi pezull pak, pastaj u ul dhe unë mbeta vetëm. Hyra në shtëpi ngadalë, si të vizitoja një varr. Dyshemeja ishte dhe i rrahur.
Kishte një sobë druri të thyer, një tavolinë të vjetër me 3 këmbë, kashtë në cep, si mbetje shtrati shumë të vjetër. Merimanga kudo, myku e braktisjeje, e gjës që askush nuk deshi, si unë. U ula në tokë, mbështeta shpinën të muri që dukej më i forti i shtëpisë. Atëherë qava. Qava për burin që më la pa asgjë. Qava për vitet kur më thoshin se s'vleja. Qava për poshtërimin në sallën e atyre njerëzve. Qava se isha aty në fund të botës, pa ditur ç'të bëja. Por në mes të lotëve lindi diçka tjetër, zemërim. Zemërim i mirë që të ngre. Sepse nëse ata mendonin se do të dorëzohesha, gaboheshin. Nëse mendonin se do të kthehesha me kokën poshtë duke lypur, gaboheshin. Ajo tokë mund të ishte e thatë, e harruar, vend ku askush s'do të ishte. Por tani ishte e imja dhe do ta bëja të vlente diçka, qoftë edhe vetëm për t'u provuar se kishin gabuar për mua. Fshiva fytyrën me kurrizin e dorës, u ngrita, gjeta një fshes të vjetër dhe nisa të fshi. Pluhuri ngrijej, më ngjitej në fyt, më diqte syt, por nuk ndala. Fshiva derisa shtëpia mori frym, derisa u duk toka, derisa më dhembën krahët. Kur dielli nisi të bjerë, ndeza një zjarr jashtë me degë të thata. Zjeva pak oriz që e kisha në tras. Hëngra duke parë qiellin portokalli që kthehej vjollc. Yjet dolën shumë, më shumë se kisha parë ndonjëherë. Dhe aty, poshtë atij qielli të madh dhe asaj heshtjeje të thellë, ndjeva diçka të çuditshme. Për herë të parë pas shumë kohësh, askush s'më thoshte ç'të bëja. Askush s'më zvogëlonte. Askush s'më vëzhgonte. Isha vetëm. Por ndoshta kjo quhej liri. Ditët e para ishin dorëzim i maskuar si kokfortësi. Zgjohesha me trup të dhembur, shikoja përreth dhe mendoja, ç'po bëj unë këtu? Por s'kisha ku të kthehesha. Dhe krenaria, kur është gjithçka që ke, bëhet karburant. Nisa nga më e thjeshta, rregullova derën, mbulova vrimat e çatis me fletë të vjetra llamarine që gjeta pas shtëpisë, i lidha me tel. S'dukej bukur, por nuk futej më era e kafshët. Më e vështira ishte uji. Pusi në obor duke i tharë. Hodha një gur brenda dhe zhurma vonoi. Kur erdhi, ishte e zbrazët. Do të duhej të sillja ujë nga përroj, gati gjysmë ore në këmbë, me kanaçe në kokë. E bëra këtë disa ditë rresht. Shko e eja. Duart më u bën me fluska, këmbët më u çan, dielli i mesditës më godiste pa mëshirë. Por sa herë mendoja të ndaloja, kujtoja buzëqeshjen e vjerës, të qeshurën e mbytur të kunatit, dhe atë mënyrën si avokati as nuk më pa në sy kur lexoi emrin tim, dhe vazhdoja të ecja. Në ditën e 4 ndodhi gjëja e parë e çuditshme. Po pastroja një cep të shtëpisë pranë murit të pasëm, kur fshesa goditi diçka të fortë nën dhe. U gjunjëzova, hapa me duar. Ishte një ark e vogël prej drurit të errët, e mbyllur me një drytë të ndryshkur. Zemra më rahu më shpejt. Mora një gur dhe godita drynin derisa u hap. E qela ngadalë, po thuaj me frikë. Nuk kishte arë, nuk kishte para. Kishte fara. Pako të vogla prej cope, të lidhura me spango, secila me një emër të qëndisur, fasule, misër, kungull, shalqi, bamje. Farat ishin të thata, por të plota, të ruajtura me kujdes, si gjë e shtrenjtë. Poshtë tyre ishte një letër e palosur, e zverdhur nga koha. E hapa me kujdes. Ishte një letër me shkrim të dridhur, e dikujt që shkruante pak, për çdo që vjen pas meje, kjo tokë ka qenë e mirë. Burimi është ende gjallë. I duhet vetëm dikush që beson. Mos u dorëzo. Toka nuk dorëzohet kur nga ne. John Pieter, 1967. E mbajta letrën në gishta dhe diçka mu shtrëngua në gjoks. Dikush kishte jetuar këtu, kishte mbjell, kishte besuar dhe i kishte ruajtur këto fara si premtim për të ardhmen. Burimi. Thoshte letra. Po ku? E kalova pjesën tjetër të ditës duke kërkuar. Shkela çdo pëllëm të asaj toke të thatë, duke vëzhguar gurët, barin, ferrat. Asgjë. Vetëm tokë e qarë. Kur dielli nisi të bjerë, u ula pranë një peme të vdekur në fund të pronës. Isha e lodhur, e etur, gati të qaja prapë. Dhe atëherë dëgjova, zogj. Jo një, disa. Në një vend ku nuk kishte gjelbërim, nuk kishte hije, nuk kishte asgjë, zogj që këndonin. U ngrita ngadalë dhe ndoqa tingullin. Ata ishin ulur mbi një grumbull gurësh të mëdhenj të mbuluar me myshk. Mes gurëve rritej një bar tjetër, më i gjelbër, më i gjallë.
U afrova, u gjunjëzova, vendosa dorën në tokë. Ishte e lagësht. Hapa me duar. Gurët ishin të rëndë, por munda të largoj disa. Dhe aty, e fshehur poshtë viteve të braktisjes, një vije holl u I dilte nga toka, burim, I holl si fije, por I pastër, I gjallë. U ula dhe piva me pëllëmbë. Uji ishte I ftohtë, me shije toke të mirë, me shije rezistence. Atë natë mezi fjeta. Mendja më punonte me plane. Të nesërmen, shkova në fshatin më të afërt. Mora me vete një peshqir të qëndisur që kisha sjell, një nga pak gjërat që ishin vërtet të mia. Në dyqanin e Zotit Zef, e shkëmbeva peshqirin me një copë mushama, tel dhe goshtë. Ai më shikoi me dyshim. Vërtet po shkon të jetosh te Rincëni? Po. Ai tundi kokën, por s'tha më. Në kthim, kalova nga shtëpia e zonjë Rozës, një vejush që jetonte vetëm në një shtëpis me derë blu. Ajo po u iste disa fidan koriandri në obor. Zonjë Roza. Ajo u kthye. Ishte rreth 60 vjeçe, flokë të bardhë të mbledhur, duar të forta pune. Ti je vajza që është te Rincëni. Si ishte pyetje? Jam. Ajo më shikoi nga kokat e këmbët, jo me përbuzje, me kureshtje. Të duhet ndihmë? Gëlltita thatë. Krenaria dhe nevoja u përplasën brenda meje. Më duhet të mësoj të mbjell. Ajo la ujin. Hyr. Do bëj kafe. Zonjë Roza më mësoi më shumë atë pasdite se sa kisha mësuar gjithë jetën, se toka e mirë nuk është ajo që duket e bukur, por ajo që ka ujë afër, se fara do 3 gjëra, tokë të shkrifët, ujë në mas dhe durim, se çdo gjë ka stinën e vet. Ke fytyrën e dikujt që nuk dorëzohet lehtë, më tha, duke më parë në sy. Kjo vlen më shumë se toka e mirë. Kur dola prej saj, më dha fidan domateje dhe specash. Mbili pranë burimit dhe ktheu javën tjetër. Do të mësoj më shumë. U ktheva te Rincëni me mushaman, telin, goshtët dhe fidanën. Dhe për herë të parë ndjeva se nuk isha krejtësisht vetëm. Ditët që pasuan ishin punë e rëndë. Pastrova rreth burimit. E mbrojta me gur. Hapa një kanalet të cekët që uji të mos humbiste. E çava tokën e fortë derisa më gjakoseshin duar. Mbolla farat e Gjon Pietrit me kujdes, si të mbilja një premtim. Fidanët e zonjë Rozës I vura në një shtrat pranë shtëpisë. U I tesha gjithçka pas dite, kur dielli e ulte forcën dhe prisja. Ishte në atë kohë që u shfaq djali. Duhej të ishte rreth 10 vjeç. I holl, zbathur, me pantallona të shkurtra të arnueshme. Qëndroi në skaj të pronës duke më parë teksa punoja. Çdo, pyeta pa ndalur së gërmuari. Të duhet ndihmë? U ndala dhe e pash. Pse? Kush të dërgoj? Askush. Thjesht po kaloja. Gënjente. Fëmijët e fshatit nuk kalojnë kohë. Si quhesh? Tjani. Tjani si? Ai ngriti supet. Vetëm Tjani. E pash gjatë. Kishte diçka në sytë e atij djali, diçka që e njihja, vetmi. Munges vendi. Di të punosh me tokën? Ai pohoi. Atëherë mere atë kazmën dhe hajde. Ai erdhi. Punoi në heshtje gjithë pasditën. Kur dielli ra, I ofrova një pjatë me ushqim. Hëngri shpejt me urinë e dikujt që se di kur do haj prapë. Mund të vish nesër nëse do, I thash. Ai fshiu gojen me kurrizin e dorës. Mundem? Mundesh. Dhe u kthye. Çdo ditë, Tjani dilte, më ndihmonte të ujisja, të hiqja barërat, të rregulloja gardin. Fliste pak, por punonte fort. Dhe pak nga pak, toka u përgjigj, së pari dolën fidanët e domates, pastaj bishtajet e para të fasules, pastaj një kungull I vogël, jeshil I çelët, që shkëlqente mbi tokën e errët. Çdo filiz ishte fitore. Për herë të parë pas shumë kohësh, zgjohesha duke dashur të shija çdo të ndodhte. Por shpresa tërheq vëmendje. Dhe jo çdo vëmendje është e mirë. Ishte zonjë Roza që më paralajmëroi. Në obor, duke pirë në gota të vjetra të neqeje, shikonim qiellin teksa bëhej portokalli. Pse e bëtë këtë? Pyeta. Zonjë Roza piu një glënik para se të përgjigjej, sepse ne e dim çdo të thotë të rah jeta, dhe e dim që vetëm njeriu thyet. Por bashk. Ajo I ra duarve me zhurmë, bashk ne e durojmë. Zonjë Irena tunte kokën. Dhe pse koloneli mendon se urdhëron gjithçka?
Është koha që dikush t'i tregoj se jo. I shikoj ato gra, të ashpra nga puna, duar të trasha, fytyra të pjekura nga dielli, luftëtare të heshtura, si unë. Atë natë buri i zonjë Irenës, zoti Antonio, erdhi me qenin, një zagar i madh, gjysmë ujk, që lehonte ndaj çdo hije. Bëm një plan, çdo natë, një person tjetër rinte roje. Kaloi një javë, 2, askush nuk u shfaq. Bimët u rritën, domatet u bën të plota, fasulet lulëzuan, kungujt u shtrin mbi tokë si premtime të verdha. Dhe për herë të parë fillova të besoja se do t'ja dilnim. Ishte të shtunën kur gjithçka ndryshoi sërish. Kisha shkuar në fshat të shisja korjen e parë, domate, speca, kunguj të vegjël. Vendosa një tezgë në panajër pranë zonjë Rozës. Kishte lëvizje, njerëzit ndaleshin, shinin, blinin, sidomos kur shinin çmimin tim, më lirë se të tjerët. Shita po thuaj gjithçka. Po fusja parat, disa kartëmonedha të rudhosura dhe ca monedha, kur një hije mbuloi tezgen. Ngrita kokën, ishte koloneli. Nuk ishte vetëm. Me të ishin 3 burra, të gjithë me kapele, të gjithë të mëdhenj. Zhurma e panajerit u shua pak, njerëzit shikonin anash, sikur s'po shinin. Erdha ta shoh me sytë e mi, tha ai, duke marrë një domate. E shtrydhi. Kush do ta mendonte? Toka e vdekur pas ka dhënë fry. U ngrita drejt, ka dhënë dhe do të vazhdoj të javë. Ai e hodhi domaten përsëri në shport. E di çfarë mendoj? Mendoj se po merresh me gjëra të gabuara. Askush se bën tokën e thatë të prodhoj kaq shpejt, veç po të ketë ndihmë. Zonjë Roza u ngrit nga tezga e saj. Çfarë lloj ndihme, kolonel? Ai e pa me një buzëqeshje të keqe, ashtu siç flitet pa zë, ashtu siç i friksohet njeriu i mirë. E kuptova, po përhapte fjalë se unë bëja magji, pun djalli. Në fshat, thashe theme të tilla kapin shpejt, shpërndahen, vrasin reputacion. Ishte pikërisht ç'kërkonte. Nuk ka asgjë të gabuar me tokën time, thash fort. Ka vetëm punë, djers dhe besim të Zoti. Besim, pështyu ai. Sa kohë ka që se shkel kishën? Ishte e vërtetë. Që kur vdiq burri, nuk kisha shkuar. Besimi im s'ka nevojë për kishë. Atëherë është fiks ashtu, tha ai duke parë burrat rreth tij. Grua vetëm, tokë që s'duhet të jap asgjë po jep, dhe se shkel kishën. Është e qartë. Zonjë Roza bëri një hap përpara. Po thua marrëzira dhe e di. Po, u kthye ai. Atëherë pse askush s'blen më nga ajo? Aty e pash, njerëzit që kishin qenë pranë tezgës sime po largoheshin pa blerë, duke parë mbrapa me frikë. Koloneli e kishte helmuar gjithçka. U kthye i kënaqur. Fat të mbar për të shitur, zonjë Teresa. Do të duhet. Dhe u largua. Mbeti heshtja. Shikova shportat me domate, specat, kunguj. Askush nuk u afrua më. Panajri vazhdoi, por tezga ime u bë si ishull. U ktheva në rincën me gjithçka që kisha sjell. Tiani po më priste në obor. Si shite? Jo. Pse? Nuk ju përgjigja. Hyra brenda dhe u ula në tokë. Ai qëndroi te dera, i hutuar. Zonjë Teresa, nuk do të dorëzohemi, apo jo? E pash atë fëmijë të dobët e zbathur, me sy plot shpresë që ishte rritur bashkë me tokën, bashkë me idenë se ishte e mundur. S'mund t'ja merja atë. Nuk dorëzohemi, thash. Vetëm më duhet të mendoj. Ai hyri dhe u ul pranë meje. Qëndruam në heshtje, ndërsa dielli hynte nga dritarja dhe bënte 4 orë drite mbi dyshemen prej dheu. Dhe aty vendosa, nëse fshati nuk donte të blinte, do të shisja diku tjetër. Nëse koloneli donte luftë, do ta kishte, por në mënyrën time, në mënyrën e atij që s'ka më asgjë për të humbur. Dhe ai që s'ka asgjë për të humbur, është i rrezikshëm, sepse nuk ka frikë. Ndryshimi erdhi ngadalë, por erdhi. Nisa të shisja jashtë fshatit. Merja një udhë me zotin Manuel deri në qytetin më të madh, vendosja tezgën në panajirin atje, ku askush nuk e njihte kolonelin dhe askush nuk dinte histori. Produktet shiteshin, njerëzit lavdëronin. Çfarë domateje e kuqe? Ky kungull qenka i mrekullueshëm. Nga vjen? Nga rincëni i gjembit, përgjigjesha me krenari. Parat nisën të hynin, pak, por hynin. Bleva fara të tjera, tel të ri për gardhin, tjegulla për çatin, një sobë më të mirë.
Dhe më e rëndësishmja, bleva përsëri dinjitetin tim. Tiani vazhdonte të vinte çdo ditë. Tani sillte edhe motrën e vogël, Luiza, një vajzë rreth 7 vjeçe, e qetë, me sy të mëdhenj. Ajo ndihmonte të ujitnim, të mbledhnim, të ndanim. Zonjë Roza vinte të shtunave, sillte receta të reja, më mësonte të bëja turshi, të ruaja farat. Rincëni po bëhej diçka tjetër. Nuk ishte më tokë e vdekur, ishte shtëpi. Por paqja zgjati pak. Një pasdite me qiell të rënduar, po kthehesha nga burimi me kova plot kur dëgjova zhurmë motori. Nuk vinte nga rruga kryesore, ishte brenda tokës, nga ana tjetër. Lash kovat dhe vrapova. 3 burra. 2 nuk i njihja. I treti ishte kapadajni i kolonelit. Po merreshin me gardhin, po prisnin telin, po shënonin pemët me boj të kuqe. Ç'po bëni këtu? Kapadajni u kthye me një buzëqeshje të shtrembër. Vizim. Vizim i kujt? Kjo tokë është e imja. Ai pështyu. Je e sigurt? Nxori një letër, një dokument me hartë, koordinata, vula zyrtare. Sipas këtij matjeje të re, kufiri kalon këtu, tha duke treguar. Do të thotë se disa hektar të tuat, përfshirë burimin, që kanë brenda pronës së kolonelit. Mu rrotullua bota. Kjo është gënjeshtër. Është në letër, e firmosur, e vullosur. Ja rëmbeva dhe e pash. S'kuptoja asgjë nga numrat e vijat, por e kuptoja qëllimin. E keni falsifikuar. Falsifikuar, qeshi ai. Kujdes me akuza të rënda, zonjë Tereza. Të çojnë në burg. Të tjerët vazhdonin të shënonin, të prisnin, sikur unë të mos isha aty. Dilni nga toka ime. Kapadajni bëri një hap përpara. Nuk është toka jote. Jo më. Isha vetëm. Tiani kishte ikur herët. Zonjë Roza s'do vinte sot. 3 burra të mëdhenj, me armë, u dukej fryrja të brezi. Dhe unë por zemërimi është karburant i fort. U thash të largoheshin, kapa kazmën që kisha lënë pranë gardhit. Kapadajni qeshi. Ç'do bësh me atë? Do filloj me ty, thash. E qeshura i vdiq. U ngulëm sy më sy. Era u ngrit. Kishte erë shiu. Njëri prej tyre thiri, ikim. E shënuam ç'kishim. Kapadajni pështyu pranë këmbës sime. Kjo s'ka mbaruar. U larguan, por lanë shenjat e kuqe mbi pemë e shtylla, si plagë të hapura. Kur motori u zhduk, më dobësuan këmbët. U ula në tokë, ende me kazmën në dorë, dhe qielli u hap. Shi i rënd, i egër, si ndëshkim. Vrapova drejt shtëpis, por isha bërë qull. Brenda, çatia e re mbante, por pikonin cepat e vjetër. Mora tenxhere, kova, gjithçka, i shpërndava në 2 sheme. U ula në një cep të thatë, me gjunjët në kraharor. Dhe aty, me botën që rrëzoi jashtë, ndjeva frikë të vërtet, jo nga koloneli, jo nga burrat, por nga humbja, nga të luftuarit aq shumë, të djersiturit aq shumë, të besuarit aq shumë, për të humbur prapë si gjithmonë.